po bëjë konferenca. I ka plotësuar kushtet Shqipëria, do hapim negociatat, kapitujt me radhë të tjerë. E gjitha është një propagandë, një lojë në kurrizë të shqiptarëve. E gjitha është falso. Asnjë kusht ka plotësuar Shqipëria. Prandaj unë e quaj edhe këto konferenca, to takimi që bëhen, këto janë në mbështetje të kësaj diktature. Ashtu si mbështeti Evropa sa liberisht në fillim fare me të gjithë ngjarjet, me 97-ën, me kushtetutën, është kjo Evropë që e mbolli diktaturën në Shqipëri. Është kjo fajtore, sepse kur u miratua, kur u hartua kushtetuta e parë edhe e fundit e Shqipërisë, këta bë sikur harruan që nuk ekziston nuk është parashikuar në kushtetutën aktuale ndarja e pushteteve. Atëre, këta janë diktatorë. Çka dashur bën Saliu, çfarë dashur edhe çfarë do bën Edi Rama. Bile e thonë, unë sa t'jem, thonë, gjallë nuk largohem nga pushteti. S'keni parë gjë akoma ju, e tjeti, një kashillë, si ju s'ka të vëdhej. Dhe e fundit fare, Evropa po los me popullin shqiptar, me bukën e gojës, pa lema e lirinë dhe demokracinë. E fundit fare akti më i fundit që diskrediton në sytë e popullit shqiptar dhe po dhe të botës. Në 24 korrik të vitit kaluar, Kuvendi i Shqipërisë miratoi ligjin që në zgjedhjet e 11 janarit dhe 11 majit do të votohet me lista të mbyllura. Për mua, ky ligj edhe këto votime janë një pushtim aktual fashisto-demokratik i Shqipërisë. Sa ai i 7 prillit 39-s, ai s'është hiç para kësaj. Se kjo është një kashillëk në kushtet gjoja demokratike, të vendosë është të mbyllësh gojën qytetarëve dhe deputetët të zgjidhen me të emërohen nga kryetarët e partive. Atëherë, ku është Evropa? Pse heshti? Edhe tani vjetë do bëjmë zgjedhje. Ka plotësuar kushtet. Po kur s'ke demokraci, edhe shet ligjor, kur s'ke liri dhe drejtat e njeriut, kur shumica shqiptarëve sot shtypen dhe shfrytëzohen egërsisht nga një regjim kriminal, atëherë Evropa pse hesht? Si mendoni, çfarë fshihet pas shpopullimit të Shqipërisë, duke qenë se një pjesë e mirë e shqiptarëve janë larguar jashtë vendit? Ose çfarë fshihet, këtë e shohim të gjithë. Edhe Evropa, edhe klasa politike në Shqipëri, po dhe media, sidomos ajo kombëtare, heshtin, nuk diskutojnë, nuk debatojnë për zhvillimet aktuale në vend. Po është e çuditshme mos e ka 35 vjet dhe nuk organizoi, askush nuk organizoi një konferencë kombëtare të trajtohet pse Shqipëria nuk është bërë si Evropa për 35 vjet. Ose çfarë elementesh të demokracisë dhe shtetit ligjor kemi marrë nga Evropa. Asnjë nuk është thënë. Pse kanë frikë të ballafaqohen? Pse kanë frikë? Çfarë demokracie kemi këtu ne? Kur të ka mbyllur gojën? Ti s'ke asnjë drejt, ka mbyllur dyert e zyrave në emër të digitalizimit. Kudo ka digitalizim, bilet bota ka me 10 vjet, 100 vjet që i ka vendosur. Por ama zyrët e shtetit janë të hapura, zyrët e bashkimeve janë të hapura. Ti konkretisht të shikoje, nuk flet askush, as në programet politike, po as Evropa nuk flet që reforma territoriale administrative është një reformë kriminale antipopullore. Edhe shembulli më i qartë duket këtu në Bashkinë e Tiranës. Janë gati 20 njësi administrative dhe lagje pa asnjë kompetencë që administratorët emërohen nga bashkia, nuk kanë as buxhet, as të drejta, as një shërbim ndaj popullit, vetëm thjesht për qëllime elektorale. Edhe kjo ka bërë që buxheti i shtetit dhe i bashkisë të komandohet nga qendra. Edhe duke u grumbulluar gjitha e para madhe aty në qendër, kjo ka bërë pastaj që drejtorët, ata që kishin në dorë organizimin e tendrave edhe kujdesin për të shërbyer qytetarëve, i morën lekët për vete, hapën ndërmarrje, firma dhe bankërdim. Dhe konkretisht në lagjen numër 14 që është jo më e madhja në Tiranë, pa diskutim, por është ndër më të mëdha nga bashkitë e Shqipërisë. Se ka janë 10 bashki që janë edhe me nga 1500 banorë, kurse Astiri dhe Yzberishi kanë rreth 70.000 banorë. Edhe s'ka asnjë fond, as për të pastruar rrugët. Atëherë çfarë bën ata? S'ka këtu
as sherdhe, as kopshe, as shkollë, as lërishte, as parqe, as sola, as tavolina. Tashi, këtu të qonë kjo, këta s'flasin, sepse këta informojnë vetëm nga Rama. Çfarë thot Rama e dëgjojnë atë. Qytetarët jo. Të duhesh të komunikosh me zyrën e delegacionit Bashkimit Evropian në Tiranë, nuk komunikon dot. Se nuk ka një faqe apo një numër telefoni që të flasësh shqiptje të komunikosh. Pse i kanë të mbyllura? Pse nuk komunikojnë? Këtu në Tiranë janë. Bëm neve 8 protesta para kryeministrisë. Përfaqësues të 524.000 pensionistëve që marrin më pak se 200 euro. Heshtën ambasadat, edhe sidomos ky Bashkim Evropian. Pse heshtën? Pse heshtën? Pse janë me qeverinë, edhe jo me popullin shqiptar. Se janë 524.000 pensionistë, po këta janë çereku i popullsisë Shqipërisë, nuk janë pak. Kështu që për mua shpopullimi i Shqipërisë do vazhdoj me ritme të tmerrshme. Dhe ato që thonë këta, bashkë me Bankën Botërore dhe FMN-n, jo se s'kemi lek të rrisim pensionet, to e pallavra. Po lek për të rritur ministrat e deputetët. 3 fish kanë, pas kanë, ku i gjejnë? Po gjithë të miliona e miliarda që konstatojnë edhe kontrolli i shtetit. Korrupsion. Pse ka? Ku shkojnë? Pastaj, kulmi fare është, si heshti kjo Evropë, kur dëgjon një kryeministër që thot, që ne thot nuk i denoncojmë thot të korruptorit në prokurori. Dhe ne thot nuk i mbajmë pishën dhe varësve. As ministrave, as kryetarëve bashkive, as drejtorëve e tjerë. Domethënë, ne nuk i kontrollojmë korruptorin. Çfarë është kjo? Po dhe s'paku këtu. Hesht. Mbase nuk kanë kompetenca ligjore, nuk e di se ligjet kështu janë bërë të neve. Mërojnë korrupsionin, nuk mërojnë qytetarët. Edhe liri dhe drejtat e njeriut. Zoti Dyshniku, Kryeministri Edi Rama thot se pas 11 majit shqiptarët do kenë mundësi që deri në 2027, por kryesisht pas 2027 të marrin pasaportën e Bashkimit Evropian. Ju si pensionist, a besoni se do ta merrni pasaportën e Bashkimit Evropian sipas asaj që thotë Edi Rama? Shiko, mosha jonë ka një përvojë në këtë drejtim me këto lloj gënjeshtash. Kjo pasaportë që thotë ky, është si ato nuskat e hoxhëve dikur para 100 vjetësh, që gënjenin njerëzit e shkret, vinin vërë nuskën në gjokë ose ai, që të largohet shejtani nga trupi jot. Po çfarë duhet mua pasaporta europiane, kur unë s'ka pasaportë për të vizur për të qarë hallet në Shqipëri, mo. Unë s'kam asnjë kompetencë në Shqipëri. Qytetarët shqiptarë nuk ka asnjë të drejtë. As të ankohen, as të këshillojnë, as të akuzojnë paaftësinë dhe korrupsionin e qytetarëve. Vetëm thot drejtohu gjykatave. Ne vajtëm 8 herë rresht para kryeministrisë dhe protestonim, ai s'ta takoi. Pra, kur nuk takon ai kryeministri apo një nga përfaqësuesit e tij, 500-600 pensionistë që protestojnë për bukën e gojës. Çfarë do bëj Evropa mua kur s'po dëgjon ky? Për çfarë duhet Evropa mua? Unë duhet ha 3 herë në ditë. Unë duhet mjekohem, të blej ilaçe, të shtroj spitale këtu në Shqipëri, jo në Evropë. Zgjidhjen e problemeve i kam këtu. Unë kam votuar qeverinë, pushtetin vendor për të më shërbyer. Mos mbuloj kjo Evropa, se popullit e Evropës nuk do na japin as arsimin, as shëndetësinë, as të drejtat e njeriut. Siç pretendon ky. Prandaj kjo pasaporta europiane është si punë nuske. Sepse shqiptarët që kanë ikur në përbot, s'kishin nevojë për pasaportë europiane. I kanë marrë shtetësinë. Kanë mbushur Evropën, më shumë se gjysma shqiptarëve ande janë. Po ky e do Evropën, e do pasaportë europiane për të treguar që shiko unë ku po çoj ju. Ma ai sa na çoj ne Sali Berisha në NATO, mas Gërdecit. Etj. Ç'na janë këto janë marrëdhënie që i duan, këto janë spektakle që i duan kryeministrave, presidentëve, për efekte politike, elektorale, për të marrë pushtetin, për reklam, jo për popullin, për të shërbyer popullit.